Plot 2.5 milion euro gjoba janë vendosur deri më tani në zonën e Farkës, ku prej 3 javësh po zhvillohet operacioni gjerë për verifikimin e lejeve të ndërtimit dhe standardeve të sigurisë. Ministri e Punëve të Brendshme Albana Koçiu rikthye sërish këtë të hënë në terren duke bërë publik bilancin e deri më tanishëm të kontrolleve. Tesa pa leje në rreth 4.500 m2 sipërfaqe ndërtimore. Gjysma e saj është prishur menjëherë me kosto të mbajtura nga ndërtuesit, ndërsa pjesa tjetër është në proces vlerësimi për konfiskim për interes publik. Koçiu theksoi mekanizmin e ri ligjor i cili nuk lejon asnjë përfitim nga abuzimi. Sipas saj, ky proces ndalon shpërblimin ekonomik të shkelësve dhe vendos standard të barabartë për të gjithë. Dua ta theksoj me forcë. Ky operacion nuk ka synim të ndëshkojë industrinë e ndërtimit. Ka synim të rrisë standardin, të mbrojë qytetarët, të sigurojmë që ata që zbatojnë ligjin të mos konkurohen padrejtësisht nga ata që e shkelin atë. Ajo paralajmëroi se operacioni nuk do të mbyllet së shpejti. Ky operacion do të vazhdojë jo për 3 javë, jo derisa të mbyllet një sezon, po derisa rregulli, standardi dhe përgjegjësia të jenë norma e vetme në territor. Në përmbyllje, Koçiu konfirmoi se vendosmëria për të sjellë transparencë dhe kontroll të rrept mbi sektorin e ndërtimit është tashmë pjesë e përditshmërisë së punës së Ministrisë së Brendshme.